Ka vijuar edhe gjatë ditës së sotme protesta e minatorëve të Bulqizës, të cilët kërkojnë plotësimin e pikave që i kanë kërkuar kompanies. Edhe gjatë ditës së sotme, minatorët e turnit të 2 dhe të 3 nuk janë lejuar të mbështesin minatorët e kolegët e tyre, duke ju bllokuar karta e check-init. A ju kanë lejuar që të fundi sot të mbështesin minatorët? Jo. Arsyeja? Ne kam bllokuar kartat edhe nuk më fut mirë. Do t'i vazhdoni protestat? Po. Derisa të zgjidhet. Ato ishte kompania çfarë i pathon? Asnjë gjë. Asnjë. Minatorët shprehen se jemi të vendosur për të protestuar deri në plotësimin e pikave. Kompania po tallet me ne duke ngritur rrogën 10% nga 30% që kemi kërkuar. Protestat i kemi vijuar dhe i vëjojnë dhe në momentin e fundit. I ka ngritur 10% total me punëtorët. Në otra 10, po ne do vazhdojmë protestat deri ditën e fundit. Ose do bllokojmë edhe avadimin, siç kanë thonë edhe ditën e 4, dhe pompista dhe sinjalista o do bllokohen komplet, se nato janë me ne, në ditën e fundit do protestojmë. Sa i përket minatorëve të turit 2 dhe 3, a janë futur sot duke mbështet ju? Jo, janë futur për hekrash. Për arsye se më bllokoi edhe check-ini. Ka thonë vetëm tori 2. Për arsye duan me korruptu punëtorët, me fut tek si mas administrata, sindikatët nuk e dim kush i bën këtë punë. Keni mbështetje nga sindikatët deri tani? Fare. As nuk i dom fare. Keni kontaktuar me sindikatën? Jo, dje kam bëjmë mbledhje këto administrata me shefat dhe me sindikatën. Nuk dim gjë fare për çfarë protestimi kanë fal. Ne do vazhdojmë punën tonë që kemi nisur. Në mbështetje të minatorëve, sot kishin ardhur edhe ish minator si dhe nismëtarët e miratimit të statusit të minatorëve. Ne deri në fund do mbështesim minatorët e Bulqizës, sepse sindikatat aktualisht e kanë tradhtuar minatorët dhe ne me sa të mundmi do ta sensibilizojmë në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Faleminderit. Unë që u Magimera, kom punu 31 vjetë me njerë dhe edhe solidarizohem me minatorët e Bulqizës që janë kërkesa ekonomike dhe kanë drejt. Firma duhet negociojë që të mbledhë kërkesat. Njëkohësisht paru dhe gjithmonë do flasën dhe përshtatujnë minatorët se ka 30 vjetë që i kërkojnë dhe çdo pushtet thot nuk ka lek. Lek ka shkën, ne do të gjejmë drejtën tonë dhe i përshëndes. Sukses minatorëve, gjithmonë fitore. Agimera. Po sot, kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Kol Nikolla, është shprehur në mbështetje të protestës së minatorëve duke e cilësuar atë si një lëvizje sindikale të rësisht të drejtë dhe me kërkesa të argumentuara. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë ka ndjek me shqetësim organizimin dhe funksionimin sindikal në Federatën e Industrisë, ndërsi po veçanërisht në mënyrën e Bulqizës, sepse ju e dini tashmë që Konfederata e Sindikatave ka bërë një reformim dhe ndryshim strukturor dhe të leadershipit të kësaj federate, por arsye që dihen tashmë që mos i bëj prezant, Kongresi i Federatës së zakonshëm i cili ndodh në muajin shtator të këtij viti, zgjodhi leadershipin e ri, por duke parë që procedurat ligjore duan kohën e tyre, atëherë disa punëdhënës, të cilët janë të pandërgjeshëm dhe përpiqen të manipulojnë dhe penetrojnë në këto hapësira ligjore, nuk favorizojnë sindikatën e njohur sipas ligjit, por përpiqen të bajnë ato struktura e vjetra, ato strukturat të cilat tashmë kanë tradhtuar lëvizjen e punëtorëve, kanë tradhtuar sindikatat dhe nuk zënë asnjë lloj besimi për përfaqësim. Prandaj u bëjthirë minatorët e Bulqizës të zgjedhin sindikatën e tyre në përputhje plot me statutin e Konfederatës dhe Federatës përkatëse dhe të njoftojnë strukturat shtetërore dhe Konfederatën për këto zgjedhje të reja dhe të artikulojnë në mënyrë të drejtë dhe në përputhje me ligjit kërkesat e tyre. Konfederata e Sindikatave tashmë e quajnë të kaluar problemin sindikal në Federatën e Industrisë dhe u kërkon minatorët e Bulqizës të mos manipulohen nga punëdhënësit e tyre, por të punojnë me devotshmëri për të vetë organizuar, për të bërë zgjedhje tyre demokratike brenda strukturës tyre dhe për të zgjedhur njerëzit e duhur që drejtojnë sindikatën.